إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد تجيخ لافدريمة تقن الله سبحانه وتعالى أتى لافدريم ديم ذا فارغ فتن بريتي kërkojmë mbrojtje Allahut nga e keqja e vetëve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kush ta humbë, ndërsa atë që Allahu e çoi në humbje nuk ka kush ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij, lëndata shumë dhe shpëtimi i madh i Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi gjithë ata që i pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit e më pas. Robert Allahut, friksojeni Allahut të lartësuar, dhe dijeni se gjithë muslimanët e dinë fjalën e Zotit të botrave në librin e tij Fisni ku thot: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kush i friksohet Allahut, ai do t'i bëj atij rrugdalje dhe do ta furnizojë atë andej nga ai nuk e pret. Robert Allahut, edhe pse ky ajet është i njohur tek shumica e muslimanëve, ne themi me keqardhje se shumica e këtyre muslimanëve nuk ndikohen prej tij, nuk ndalen te kuptimi i tij dhe nuk i përgjigjen atij edhe pse ai është tekst i qartë. Ndaj shikon shumë prej tyre që nuk ruhen nga harami në punët që bëjnë për kërkimin e riskut, me pretendimin se jeta është bërë shumë e vështirë dhe është e pamundur që të ushqesh familjen vetëm me punë halal. Ndërsa disa të tjerë prej tyre marrin kredi për cilët paguajnë 1% kamate çdo fund viti me pretendimin se nuk kanë rrugë zgjidhje tjetër për problemet dhe hallet e tyre të përditshme. Ndërsa disa të tjerë i depozitojnë paratë e tyre nëpër banka, duke u bërë shkak që ato para bankat i shfrytëzojnë për t'u dhënë të tjerëve me kamar. E gjithë kjo me pretendimin se s'kan ku t'i ruajnë para. Mirë po ku janë ata me këtë ajet Fisni që thotë: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kush i friksohet Allahut, ai do t'i bëjë atij rrugdalje dhe do ta furnizojë atë andej nga ai nuk e pret. Pra nuk e kuptojnë ata se Allahu i lartësuar ka garantuar rrugëzgjidhje për çdo lloj problemi nëse ne i friksohemi atij me një frikë të vërtetë. Ndaj le të dëgjojmë disa hadithe të sakta të cilat mund të merren si shpjegimi i këtij ajeti fisnik dhe si shembull se si shfaqen gjurmët e devotshmërisë tek poseduesi i saj dhe se si Allahu i lartësuar i bën atij rrugdalje në provat e jetës së tij. Ata janë disa tregime nga popujt e mëparshëm, të rrëfyera nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam, me qëllim që ne të përfitojmë dhe të marrim mësim prej tyre. Kështu nga Abdullah ibn Umeri radiallahu anhuma, transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Teksa po ecnin 3 persona nga ata që ishin para jush, papritur i zuri shiu dhe kështu ata u sprehuan në një shpellë në një mal. Mirë po një shkëmbë ra nga mali dhe u ambylli atyre hyrjen e shpellës. Atëherë disa prej tyre i thanë njëri tjetrit: O njerëz, shikoni veprat e mira që i keni bërë për hir të Allahut dhe lutjuni Allahut përmes tyre." Do me thënë, përmeni një vepër të mirë që dini nga vetja juaj se keni bërë nga zemra vetëm për Allahun e lartësuar, pa kërkuar shpërblim apo falënderim nga njerëzit, në mënyrë që të shpëtoni nga kjo sprovë që na ka rënë. Atëherë njëri prej tyre u ngrit në këmbë, ngriti duar dhe tha: "O Allah, vërtet je di se unë kisha 2 prindër të moshuar, gruan time dhe fëmijë të vegjël për cilët kujdesesha. Kur kthehesha nga kullota, mjelja baktit dhe filloja u ajepja qumshin për të pirë së pari prindërve të mi para fëmijëve. Mirë po një ditë më vonuan pemet dhe kur u ktheva, kishte rënë nata.
Unë erdha tek prindërit e mi dhe mjelja baktit sikurse i kam pas mjelur zakonisht, pastaj erdha me qumshtin tek prindërit, por i gjeta prindërit në gjumë. Kështu unë qëndrova mbi kokën e tyre dhe nuk desha t'i zgjoja ata nga gjumi, por edhe fëmijët nuk doja t'i ushqija para tyre, ndërsa fëmijët qanin me të madhe të këmbët e mia për shkak të urisë. Kështu vazhdoi gjendja ime dhe gjendja e fëmijëve derisa u kthi mëngjesit. Nëse ti e di se unë e bëra këtë vetëm për të fituar kënaqësinë tënde, atëherë na çliro neve prej shkëmbit duke na hapur një vrim aq sa të shohim qiellin. Atëherë shkëmbi u zhvendos pak, por ata ende nuk mund të dilnin. Atëherë u ngrit burri i dytë dhe tha: "O Allah, ti e di se unë kisha një vajzë të xhaxhaj, të cilën e doja me dashuri më të madhe që një burr mund të ketë ndaj një gruaje. I kërkova veten e saj, për ajo nuk pranoi, derisa t'i jepja 100 dinar. Kështu unë u lodha, derisa i mblodha ato 100 dinar, dhe kur ula para saj për të kryer marrëdhënie, ajo tha: "O robi i Allahut, ki frikë Allahun dhe mos e bëj këtë vepër përveç se me të drejtë, përveç se nëpërmjet martesës pra." Atëherë unë ngrita prej saj dhe e lash, duke i lënë asaj ato 100 dinar. Nëse ti e di se unë e bëra këtë për të fituar kënaqësinë tënde, atëherë na çliro prej ti, duke na bërë dalje. Atëherë shkëmbi u zhvendos pak, me fuqinë e Allahut të lartësuar e të madhëruar, por ata ende nuk mund të dilnin prej ti. Atëherë u ngrit burri i tretë dhe tha: "O Allah, ti e di se unë kisha marrë në punë një punëtor, kundrejt pagesës me një mas orizi. Pra, si pagesë kishte për t'i dhënë vetëm një mas të caktuar orizi. Kur ai e kreu punën e vet, unë ja ofrova thot pagesën e tij, e cila ishte një mas e caktuar orizi, por ai e refuzoi atë. Ndërsa në disa transmetime të tjera thuhet se ai e pasi diçka të paktë atë dhe kërkoi më shumë se sa ajo që kishte rënë dakord me punëdhënësin. Ky njeri tha: "Atëherë unë vazhdova ta mbjell atë sasi orizi, derisa prej saj u blen shumë lopë dhe barit të tyre. Më pas ai punëtori më erdhi, sepse e kishte zënë një vithasie dhe i kujtohej se kishte tek unë një mas orizi për të marrë. Prandaj erdhi tek unë pas shumë vitesh dhe tha: O filan, friksoju Allahut dhe me jep të drejtën time, do me thënë atë mas orizi." Unë i thash: "Shikoj ato lopë, shko dhe merri." Ai tha: "O robi Allahut, friksoju Allahut dhe mos u tall me mua, sepse unë kam tek ti vetëm një mas orizi." I thash: "Shko dhe merri, sepse ato lopë janë nga ajo mas orizi." Ai shkoi dhe i mori bashkë me lopët dhe barit e tyre si një kafshat e lehtë për shkak të një mas orizi. Pastaj thash: "O Allah, nëse ti e di se unë kam bërë këtë gjë, pra duke kërkuar kënaqësinë tënde, atëherë na çliro neve nga ajo që ka mbetur." Dhe Allahu i çliroi prej asaj që kishte mbetur nga shkëmbi dhe ata dolën nga ajo shpellë. Pra, wa men yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kush i friksohet Allahut, ai do t'i bëjë atë rrugdalje dhe do ta furnizojë atë andej nga ai nuk e pret. Një hadith tjetër të nderuar vëllezër, që na ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me ata që kanë qenë para nesh, prej çifutëve dhe të krishterëve, është edhe hadithi në cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Një burr prej atyre që ishin para jush erdhi tek një i pasur dhe i tha: "Më jep borxh 100 dinar." I pasur i tha: "Më sill garantuesin." Ai tha: "Allahu është garantuesi." I pasur i tha: "Më sill dëshmitar." Ai tha: "Allahu është dëshmitar." Atëherë ai dha ati 100 dinar në artë të kuq. Pra ky i pasur pranoi që t'jetë dëshmitar dhe garantues Allahu i lartësuar. Pra ai ja dha borxh këto 100 dinar vetëm në bazë të kësaj fjale që ai i tha atij. Pra duket se që të dy, si huamarsi ashtu edhe i pasuri, ishin në parimin at-tayyibuna lit-tayyibin, të mirët janë për të mirat, sepse Zoti të rinë me sojën e tyre. Vazhdon hadithi dhe thotë: "Kështu ata u ndanë me një afat të caktuar për shlyerjen e borxhit. Ndaj huamarsi u nis në det për udhtim dhe punoi aq sa Allahu deshi që i punoi.
derisa erdhi dita e premtuar për shlyerjen e borxhit, por ai nuk kishte mundësi që të shkonte në qytetin ku ndodhej i pasuri. Çfarë bëri? Mori një copë druri, e gdhendi dhe hapi atë, futi brenda saj 100 dinar arë të kuq, e mbushi fort, pastaj shkoi në bregun e detit dhe tha: Allahumma anta kunte al-kafil wa anta kunte shahid. Allah, ti ishe garantuesi dhe ti ishe dëshmitari. Pastaj e hodhi drurin në det. Allahu i lartësuar me fuqinë dhe urtësinë e tij urdhëroi dallgët që ta shtynin atë dru derisa të arrinte në qytetin ku ndodhej i pasuri. Ndërkohë i pasuri doli për të takuar Huamarsin në ditën e premtuar dhe priti më kot. Mirë pa ai e shikonte drurin që dallgët e përplasnin përpara tij dhe luanin me të. Kështu ai u frymëzua që ta merrte atë me dorën e tij. Mirë po ç'të shikonte, ajo ishte rënë në peshë. Kur e mori në shtëpi dhe çau para tij u derdhi 100 dinar arë. Ai u habit shumë për këtë ngjarje. Pastaj pas një farë kohe, Huamarsi erdhi dhe u kthye. Pra vëreni tani sinqeritetin e këtij njeriu. Ai e dinte se kishte bërë një vepër përtej shkaqeve të zakonshme. E kishte bërë këtë pa ndonjë shpallje nga Zoti që të siguronte se parat do të arrinin tek ai i pasur. Prandaj kur erdhi, ai e njëroi atë gjë që kishte bërë më parë dhe i solli atij 100 dinare të tjerë dorë në dorë. I pasuri u habit dhe i tregoi atij historinë e drurit, të cilën e mori në det, ndërsa Huamarsi tha: Pasha Allahun, unë isha ai që e bëra këtë gjë, sepse kur e ndjeva se afati kishte ardhur dhe unë isha i paaftë ta përmbushja premtimin, bëra atë që bëra dhe ju mbështeta Allahu të lartësuar. Atëherë i pasuri tha: Barakallahu laka fi malik, Allahu të begatovë në pasurinë tënde. Dhe ja ktheu edhe 100 dinare që kishte sjell, duke u mjaftuar me ata 100 dinare që ja kishte dërguar Allahu i lartësuar. Kjo është një mrekulli prej mrekullive të mbetura të Allahut të lartësuar. A nuk është ky shembull i qartë për ajetin që përmendëm pak më lart: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." E kush i friksohet Allahut, ai do t'i bëjë atij rrugdalje dhe do ta furnizojë atë andej nga ai nuk e pret. Pra ky hadith i saktë ndodhet në Sahihun e Buharit dhe kuptimi i tij është se Allahu i madhëruar nënshtroi detin për këtë besimtar të devotshëm dhe të ndershëm. Pra çfarë kuptojmë ne nga këto histori të bukura të cilat na i ka treguar i dërguari sallallahu alaihi wasallam? Kuptojmë se rrugdalja dhe shpëtimi vjen vetëm duke ju friksuar Allahut të lartësuar dhe duke ju mbështetur atij, dhe jo duke rënë prej pyetjeve të shejtanit i cili e frikson robin me varfëri. Ndaj Allahu i lartësuar na furnizoft me devotshmëri, frikë dhe bindje ndaj tij. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi wa ashkuruhu ala tawfiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Robert Allahut, ngjashëm me dy hadithe që përmendëm pak më parë, është edhe hadithi i tretë me të cilin përfundojmë hutbën tonë. Kështu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu transmetohet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: teksa një burr prej atyre që ishin para jush po ecte në një shkret të tir të gjerë, dëgjoi një zë që vinte nga reja, pra një zë që i fliste res dhe i thoshte: vadit tokën e filanit, pra ujit tokën e filanit, filani biri filanit, emër nga njerëzit e asaj kohe. Ishte një zë që dite nga qielli në mënyrë të jashtëzakonshme. Ky njeri vuri res e reja u drejtua në një drejtim të caktuar, prandaj ai ndoqi drejtimin e saj. Derisa e pas e reja hodhi ngarkesën e saj me shinë një kopsht. Ai u afrua dhe hodhi një vështrim brenda dhe pa një njeri që punonte aty me kaz ose lopat. I dha selam e ky ja ktheu selamin dhe u habit nga prania e tij.
sepse nuk ishte prej asaj krahine, ishte njeri I huaj. E pyeti atë, si e more vesh këtë? Ndërsa ai tregoi historinë dhe tha teksa po ecja dëgjova një zë nga reja që thoshte u hit tokën e filanit dhe të shtu ndoqa ren derisa arrita këtu dhe kuptova se ti ish ai që përmendej në atë thirrje. Me çfarë ke fituar këtë pozitë dhe nder të lartë? Ai u përgjigj, nuk e di, por unë kam këtë tokë, e mbjell, pastaj e korr atë dhe të korrat I ndaj në 3 pjesë. 1/3 e shpenzoj për veten dhe familjen time. 1/3 e kthej në tokë prapë dhe 1/3 e jap si sadaka për fqinjet dhe të varfrit për rreth meje. Ndërsa ai, njeriu I huaj, I tha, atëherë pikërisht me këtë vepër të merituar këtë mirësi dhe këtë nder nga Allahu I lartësuar. Shikoni pra se si Allahu I madhëruar ja nënshtroi rreth këtij besimtari, sepse ai e përmbushte detyrën ndaj vetes, familjes, tokës së tij dhe fqinjve të tij. Pra ai bindej Allahut të lartësuar dhe I friksohej atij. Ndryshe nga gjendja e shumë muslimanëve sot, të cilët nuk bëjnë shkaqe të duhura dhe shariatike që të meritojnë ndihmën e Allahut të lartësuar dhe as I mbështeten atij. Pra siç bëri ai burr që arriti afati dhe nuk mundi të vinte në ditën e caktuar për të shlyer borxhin e tij, ai nuk tha o Zot shlyeje ti për mua borxhin, por se u përpoq, I bëri shkaqet edhe pse ishte shkak jo I zakonshëm dhe Allahu e shpërbleu atë në mënyrë të mrekullueshme. Prandaj ne kemi nevojë të ringjallim imanin dhe besimin ton që ka vdekur apo që është gati të vdes në zemrat tona, që të mund të largohemi nga depozitimi I parave nëpër banka apo nga marrja kredive me kamat dhe nga haramet e tjera të shumta dhe të mos vazhdojmë të arsyetohemi me justifikime të kota, sepse kështu meritojmë mallkimin e Allahut të lartësuar, për cilin ka folur I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë ku thotë: "La'ana Allahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidai." Allahu e ka mallkuar atë që ha kamatën, atë që e jep atë që e shkruan dhe 2 dëshmitarët e saj. Po ashtu, nuk I takon një muslimani të pasur të mendojë se nuk ka përgjegjësi nëse I depoziton paratë në bankë, cila do bankë qoftë ajo, qofshin atë të ashtu quajtura banka islame, apo të mendoj se është I pafajshëm duke thënë unë nuk e marr kamatën. Ai harron se po ja ngarkon kamatën të tjerëve në vend të tij me paratë që ai lë në bankë. Pra qoftë ai që han apo që ushqen dikë me të dy janë të ndaluar me një ndalesë të rëndë, siç e vërteton këtë hadithi që përmendëm: "La'ana Allahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidai." Allahu e ka mallkuar atë që ha kamatën, atë që e jep atë që e shkruan dhe 2 dëshmitarët e saj. Ndaj I kërkojmë Allahut të lartësuar që të na udhëzojë tek e drejta, të na mundsojë ndjekjen e librit të tij dhe sunetit të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, të na stolisë me stolinë e devotshmërisë, që të njihemi prej të shpëtuarve ditën kur do ta takojmë Allahun e lartësuar, atë ditë kur la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Nuk do të bëjnë dobi as pasuria dhe as fëmijat, përveç atij që vjen tek Allahu me zemër të pastër. Dhe së fundmi, vëllezër të nderuar, lutuni dhe kërkoni shpëtim për pejgamberin ton, pasi Allahu I lartësuar thotë në librin e tij: "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima." Me të vërtetë Allahu dhe melajket e tij lavdrojnë pejgamberin, o ju cilët keni besuar, lutuni dhe kërkoni shpëtim për të. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.